Iglitare mund të kthehet shumë shpejt përsëri në drejtimin e një prej klubeve më të njohura të Serie A. Ish futbollisti shqiptar shihet si favoriti për të marrë postin e drejtorit sportiv të Milani, me të cilin ka pasur bisedime në ditët e kaluara. Mediat italiane prej kohësh flasin për kontakte mes palëve, por tashmë La Gazzetta dello Sport bën të ditur se Zlatan Ibrahimović dhe Jerry Cardinale kanë takuar personalisht të 3 kandidatët për këtë post në klubin italian. Dhe sipas të njëjtit burimtare është më i favorizuar se Fabio Paratici apo Andrea Berta, pasi ky i fundit po bëhet gati të firmos me Arsenalin. Në favor të Tares është fakti se njeh në mënyrë të shkëlqyer panoramën e futbollit italian me 15 vite në drejtim të Lazios, ku ka bërë disa nga goditjet më të rëndësishme të merkatos të klubit bardhë kaltër. Gjithashtu fakti se ai ka punuar në një kontekst të vështirë duke njohur kursimtarin Lotito e bën një kandidat të duhur për Milanin, që po shikon me vëmendje edhe aspektin financiar të kësaj epoke të re të klubit në pronësinë e Red Bull.